Monika Kryemadhi, e ftuar në një studio televizive, foli hapur për jetën personale pas ndarjes nga Ilir Meta, marrëdhënien me ish-bashkëshortin dhe raportin me fëmijët, duke theksuar se kapitulli i bashkëjetesës mes tyre është mbyllur përfundimisht. Kam kujtime shumë të mira dhe shumë të këqija. Marrëdhënien me Metën e kam mbyllur. Kemi 3 fëmijë, do të martojmë fëmijët, do t'i japim dorën njëri tjetrit, do pim një kafe, por bashkëjetesa ime me të ka përfunduar, u shpreh Kryemadhi. E pyetur nëse mendon se çfarë po mendon aktualisht Ilir Meta, nëse po e dëgjon, ajo tha se nuk e ka këtë si shqetësim, pasi prioriteti i saj janë fëmijët. Fare, i vetmi merak që kam është që fëmijët të mos shqetësohen dhe të mos mërziten. Ata e takojnë babain, i pyes si e kishit. Jemi në një proces gjyqësor dhe ai duhet të jetë i kthjellët dhe i shëndetshëm, tha Kryemadhi. Ajo foli edhe për raportin e Ilir Metës me fëmijët, duke theksuar se ai ka një lidhje më të ngushtë me vajzën e vogël Erën, ndërsa djali është më i përmbajtur dhe më i ngjashëm me karakterin e të Adit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.